Përshëndetje, sot do t'jemi në Petra përgjatë gjithë ditës, në një nga mrekullitë e botës, por dhe një nga sitet arkeologjike më të rëndësishme historike botërore, vizituar nga shumë turistë. Këtu jemi në nisje të një lugine të thellë ku është e vendosur Petra. Dy janë mënyrat për të shkuar. Duke ecur, është një rrugë gjatë, cilën do ta ndikim së bashku, ose mundet që nga banorët e zonës të mund të shoqërojnë me kalë për ta bërë gjithë rrugën. Do të shohim jo vetëm anën historike, por çfarë ishte Petra, si humbi ajo dhe më pas si u rizbulua për të kthyer në një nga mrekullitë e botës, por dhe në një nga vendet më të vizituara. Shkojmë ta shohim së bashku. Origjina e Petras daton që nga shekulli 4, ndërtuar nga një fis arab I cili shuhej për cilësitë e tyre inxhinierike. Kjo tregohet edhe për shkak se I gjithë territori është me gurd, quhet ndryshe Petra si qyteti I gurd, dhe ndërkohë do shohim se në çfarë formë është ndërtuar ky qytet, duke dëshmuar për fisin Nabetaes, të cilat edhe e ndërtuan Petrën, duke kthyer në një nga destinacionet më të rëndësishme aso kohe të tregtisë midis një sër vendesh ku kalonin rrugët tregtare. Nabetas, të cilat e ndërtuan Petrën përveç vetive inxhinierike, por që arritën një qytet të gurë ta ndërtonin, tregon dhe për të gjithë sistemin e ujitjes dhe kanalizimeve që arritën të bënin në një shkretje. Kjo është një nga gjurmët që tregon se sa aftësi kishin ky fis arab. Kemi mbërritur në pikën kryesore aty ku shfaqet edhe thesari. Kështu quhet fasada e cila besohet ose mendohet që mbreti Nabetaes e kishte ndërtuar për të fshehur pasurinë e tij, ndaj dhe ka marrë këtë emër, thesari. E gjithë pjesa këtu besohet nga beduinët, besohet për një kohë shumë të gjatë që mund të fshinte këtë thesar dhe her pas here lokalet kanë vendosur ta sulmojnë, pa mundur për ta prishur. Gjithashtu, guidat që na shoqërojnë tregojnë që brenda këtij monumenti gjendet ende një tunel I cili nuk është zbuluar dhe ku mendohet që realisht fshihet pasuria e mbretit të fisit të cilët e ndërtoi Petrat. Përveç se shumë e bukur, fshe edhe një mister brenda. Po do të flasim pak dhe do të njohim pak dhe historinë për turistët, çfarë atyre ju pëlqen dhe çfarë ata mendojnë kur e shohin një prej mrekullive të botës. Gjen në mrekullinë e botës. Në një nga 7 mrekullitë e botës. Në një nga 7 mrekullitë e botës dhe në fakt ishte surprizuese pas gjithë rrugtimit. Më trego fillimisht sa dua ose sa do dikush që do të vizitoj Petrën nga fshati për të ardhur këtu në kamp. Nga fshati ose nga vendi se ku fillon tamam pjesa arkeologjike deri këtu bëjmë një 40 minuta. 40 minuta, por është ecje e lehtë? Është ecje absolutisht e lehtë. Pastaj kemi ecje më të vështira që si ke pa akoma sti. Kështu që të gjithë të përballojnë. Më the gjatë kohës që edhe po ecnim së bashku që si vjet është sepse për neve ka turist, por ti më the që është një nga Jo, kjo është numri më I vogël I turistëve që e kam pa unë.
po ka rasti vjetë nëse flasim kështu statistikisht, 2019 ka qenë mbi 1 milion turistë në veç që kanë ardhur, bjen me njëherë në pandemi, për të ringritur më pas 2022 ku me njëherë kaloi 1 milion shi, ose ju afru 1 milion shi, në 2023 ishin 950.000 vizitorë, dhe këtë vit ra për një 70% numri vizitorëve për shkak të zhvillimeve në vendet fshinje. Po ndërkohë, ne kemi dëshmuar edhe gjatë kohës me Denadën, që nuk ka asnjë problematik për qenë në Jordani, dhe për të mos humbur këtë mrekulli realisht. Absolutisht. Po duhet kuptuar ata që kanë frikë, po. Dua të di, duke qenë se ti je një guid që lëviz her pas here në të gjithë botën, në destinacione të largëta kryesisht, po të pyes për Jordaninë e kryesisht për Petrën. Cilët janë vizitorët më të mëdhej, pra ato populatat të cilat vinë masivisht për ta vizituar? Po, sigurisht që popujt qenë në numër më të madh, se ne jemi në numër të vogël nëse krahasojmë me, po kryesojnë spanjollët, italianët dhe portugezët, sipas asaj që më kanë treguar guidat e para. Edhe grupet që ne pamë. Teksa po esnim veç dëgjuar të fol spanjollisht edhe italisht, kështu që. Ti her pas here, gati 1 deri 2 herë në vit e viziton e ke një nga destinacionet. Po, ka ndodhur deri 3 herë ka marrë, mas shumë tim. Po, kam edhe destinacione tjera dhe svitot më shumë. Më shumë. Dua të të pyes për përjetimin tënd. Përpiqesh gjithë kohës të jesh në kontakt me grupet e tua, t'i ofrosh atyre jo vetëm sigurinë edhe që je drejtuesi guidës, pra edhe i gjithë grupit, por shoh që je gjithë kohës për të kuptuar secilin në atë që pëlqen. Po ti vetë, çfarë përjetimi ke kur vjen her pas here? Një destinacion të ri e përjetoj me emocione, herën e parë dhe të dytë kur e shoh. Pastaj për herës tretë të tutje, unë e përjetoj përmes ndjesive të atyre që vinë me mua, përmes emocioneve, provoj me apo kështu syt, fytyrat, dhe kur isha që ata po kënaqen, them, okej, jemi në rregull. Kjo është ajo pasioni, po themi profesionit. Duhet të sigurohem që punën po e bëj mirë, kuptimin dhe punën e bën mirë kur ti programin që ti e krijon, ju pëlqen njerëzve që vinë tek ty, është kaq e thjeshtë. Çfarë shef tek përjetimet e njerëzve kur bën këtë rrugtim? Po, zakonisht këto janë destinacione që njerëz për kohë gjatë nuk është që e kanë pa para një jave dhe kanë vendosur mort. E kanë pa dhe kanë imagjinuar për një kohë gjatë, kanë pa video në Instagram ose TikTok ose Facebook ose ku të di, dokumentarë ndryshëm dhe ata e kanë një farë fotografie në kukën e tyre dhe kur ju del pastaj them, okej, përveç që e përmbushin atë imagjinatën e tyre, shpeshherë ju del edhe më mirë, sepse është patjetër që është ndryshe me qenë. Edhe realisht e përjetova edhe unë një ndjesi krip, edhe pse e kam parë, edhe pse e kam parë në dokumentare siç ti e the, ishte përjetimi tjetër. Edhe vendi ku zgjodhëm të kemi intervistën është? Dhe nuk po lëviz. Është interesante. Para lëvrova ta të shoh pa prit mos ke frikë, se mund të jetë normale. Pas pushtimit nga perandoria romake, kjo zonë pati dhe rrëzimin më të madh ekonomik. E gjithë zona, edhe sot e ruan pakës, ka patur dyqane dhe kishte një lidhje tregtare me Egjiptin, me Romën dhe me vendet të tjera, duke u konsideruar si një pikë strategjike tregtare. Përgjatë udhëtimit në shkretë të tjerë, gjenden dyqane të vogla edhe sot që shiten suvenir të ndryshëm.